Kanë kaluar më shumë se 1 vjet prej kur kjo shtëpi në rrugën A ka rrëshqitur. Rënimi i saj duhet bëhet në mënyrë që të vazhdojnë punimet që u ndalën për shkak të motit të ftohtë e mungesës së pagesave nga komuna e Prishtinës. Lulzim Sallau nga kompania Sallau i ka thënë kohës se pas sezonit së dimrit janë të gatshëm që punimet i përfundojnë për 4 muaj nëse komuna kryen detyrat e saj, ku përfshihet edhe largimi i kësaj shtëpie. Ne jemi në dimër dhe sapo të përmirësohet moti, do të kthehemi në vend punishte. Në kontratën tonë nuk përfshihet largimi i shtëpisë. Këtë duhet ta bëj inspektorati i komunës pasi që ajo ndodhet në një zonë të rrëshqitshme. Ne aty po bëjmë një mur i mbrojtës. Duhet të rënohet edhe një shtëpi tjetër nga ana e Çekukës. Ne që një kohë të gjatë kemi probleme edhe me shtylla elektrike të cilat nuk po zhvendosen. Të gjitha këto varen edhe nga pagesat e komunës ndaj nesh. Nëse miratohet buxheti e bëhen pagesat, ne rrugën A e përfundojmë për 4 muaj. Në zyrën për media të komunës së Prishtinës kanë thënë se në këtë fazë nuk do të deklarohen për punimet në rrugën A. Bekim Brestovci, drejtori i inspektoratit, ka deklaruar se ata do të bëjnë largimin e shtëpisë, pasi që drejtoria e emergjencave të bëjë vlerësim për mënyrën se si duhet larguar ajo. Fatmir Biloalli, zyrtar i caktuar për këtë pjesë, ka thënë se ata kanë zhvendosur familjen nga shtëpia, derisa prona ku është ndërtuar është komunale. Ai ka thënë se pas ndërtimit të murit mbrojtës, mund të bëhet edhe largimi i shtëpisë nga inspektorati. Në total, rruga A do të kushtoj 8.5 milion euro. Ajo pritet të shkarkoj trafikun e Veternikut, pasi nga aty lidhet direkt me rrugën B.